Nderuar shikues, përshëndetje. Përpjekjet e shumta të Pakistanit për një armpushim dhe një paqe të qëndrueshme në lindjen e mesme, megjithatë dështuan, siç pritej. Nëse ekziston harta e Izraelit të madh në tavolinë, paqja në këtë rajon mund të jetë vetëm një iluzion. Mund të organizohen samitet pa numër të paqeje, por është e pamundur të arrihet deri te ajo, ndërsa planet e ekspansioniste të Izraelit nuk ndalen. Janë bërë 6 muaj që kur kushtimisht thënë u arrit paqja në Gaza, por në të vërtetë gjenocidi i heshtur atje po vazhdon, që nga dhjetori i vitit kaluar, ushtria izraelite ka vrarë mbi 700 palestinezë në Gaza, pak e nga pak. Ushtria izraelite ka vazhduar të vandalizojë tokën libaneze dhe atë siriane, ndërsa ka hapur front edhe me Iranin. Palët e kuptuan fuqinë e njëra tjetrës, në këtë rast SBA dhe Irani, dhe Pakistani doli si bartësi një samiti paqeje që pritet të dështonte. Logjikisht, Irani nuk mund të fitojë një luftë konvencionale ndaj SBA-s, por dëshmoi se mund të mbijetojë. Në anën tjetër, SBA nuk arriti asnjë nga objektivat e Netanyahut. Regjimi nuk u ndryshua, madje u forcua. Imazhi i SBA-s u godit që në raketën e parë ndaj Iranit kur vrau mbi 160 nxënës të një shkolle fillore, populli iranian u bashkua që të mbrojë dheun. Planet për një luftë civile dështuan dhe objektivi vetëm mbeti hapja e ngushticës së Hormuzit, gjë që ka shkaktuar një krizë të rëndë e që pritet të shkaktojë një të frikshme nëse sulmet amerikano-izraelite nuk ndalen dhe një marrëveshje paqësore nuk arrihet së shpejti, gjë që vështirë do të ndodhë. Që nuk do të ketë marrëveshje paqeje SBA-Iran në Islamabad u kuptua nga deklarata e kryeministit izraelit Benjamin Netanyahu ditën kur SBA-ja shpalli një ndërprerje 2 javore të luftimeve me Iranin. Me njëherë pas shpalljes së armpushimit nga presidenti amerikan Donald Trump, Izraeli shfryzoi këtë hapësirë për të përqendruar fuqinë ajrore mbi Libanin, duke vrarë rreth 300 civil libanez në një seri sulmesh që zgjatën vetëm 10 minuta pas një vale bombardimesh në gjithë vendin, ndërsa pjesë e marrëveshjes SBA-Iran ishte edhe Libani. Si në rripin e Gazës, ku i ashtu quajturi armpushim u përdor gjithashtu si mundësi. Izraeli përfitoi një pauzë nga luftimet, ndërsa bëhej gati për ta sulmuar Iranin bashkë me SBA-n. Izraeli aktualisht po zhvillon një luftë që konsideron ekzistenciale për të realizuar projektin e Izraelit të madh, një konflikt rajonal që nuk pritet të përfundojë derisa ky projekt të konsolidohet. Kjo do të thotë se edhe nëse arrihen marrëveshje armpushimi me Iranin apo Libanin, ato nuk përfaqësojnë fundin e luftës, por thjesht një mundësi për riorganizim dhe përshkallësim të ri në të ardhmen. Lufta nuk ka përfunduar, deklaroi kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, më pak se 24 orë pasi SBA-ja shpalli një ndërprerje 2 javore të luftimeve me Iranin. Një sinjal i qartë për atë që pritet të vijë nga një udhëheqje izraelite e inkurajuar, e cila nuk ka arritur objektivat e saj për fitore totale në një luftë me 7 fronte që vazhdon që nga tetori i vitit 2023. Ndërsa në mediat arabe dhe angleze marrëveshja armpushimi për t'i dhënë fund armiqësive rajonale. Mediat hebraike izraelite e shohin situatën ndryshe. Në vend të përfundimit të luftës, Tel Avivi po sheh mundësinë për përshkallëzim të radhës. Në Liban, edhe nëse arrihet një armpushim, qeveria izraelite synon ta përdorë atë për të shkaktuar një goditje të madhe politike ndaj Hezbollahut, pasi nuk ka arritur suksese reale ushtarake. Me njëherë pas shpalljes së armpushimit nga presidenti amerikan Donald Trump, Izraeli shfryzoi këtë hapësirë për të përqendruar fuqinë ajrore mbi Libanin. Pasojat ishin shkatruese. Rreth 300 civil libanez u vranë në një seri sulmesh që zgjatën vetëm 10 minuta, pas një vale bombardimesh në gjithë vendin, përfshirë edhe shënjestrimin e një ambulance. Pas kësaj, pasuan sulme të tjera, përfshirë një goditje të synuar që vrau 19 persona në Nabatje, mes tyre të paktën 12 anëtar të forcave të sigurisë. Ndërkohë, SBA zgjodhi kryeministin libanez Nawaf Salam dhe presidentin Joseph Aoun, të cilët kanë kërkuar publikisht negociata të drejtpërdrejta me Izraelin, ndërsa popullsia civile përballet me masakra të njëpasnjëshme. Mënyra se si po orkestrohet kjo situatë u shpjegua hapur edhe në një emision të Channel 13 në Izrael, ku u tha se Izraeli po përpiqet të nxjisë një luftë civile në Liban, duke përdorur qeverinë për të goditur Hezbollahun. Ekzistojnë gjithashtu dyshyme se milicit të forcave libaneze po kontribojnë në tërheqjen e vendit drejt një konflikti të përgjakshëm. Ashtu si më 27 nëntor 2024, kur u shpallan pushimin e Liban, Izraeli nuk e sheh atë si një marrëveshje për ndalimin reciprok të agresionit.
Gjatë 15 muajve, Izraeli kreu rreth 15.400 shkelje të anëpushimit në Liban, një rekord i paprecedent historik. Ndërsa qeveria libaneze mbështetur nga SHBA pretendonte se lufta rifilloi në mars, Izraeli kishte vazhduar operacionet në jug të Libanit gjatë gjithë kësaj periudhe. Në rripin e Gazës, i shtyquajtur anëpushim u përdor gjithashtu si mundësi. Izraeli përfitoi një pauzë nga luftimet ndërsa vazhdonte të armatoste dhe forconte milicit aleate në enklav. Ajo shkeli anëpushimin rreth 3000 herë, duke vrarë mbi 700 palestinaj kur Izraeli u detyrua të respektojë një anëpushim, pas luftës së vitit 2006 në Liban. Por edhe atëherë, ai vazhdoi të shkelte sovranitetin libanez në mënyrë të përsëritur. Megjithatë, situata pas 7 tetorit ka ndryshuar gjithçka dhe ka hapur një fazë të re ekspansioniste për qeverinë izraelite. Si Benjamin Netanyahu, ashtu edhe lideri i opozitës, Yair Lapid, kanë shprehur publikisht interes për zgjerimin e kufive të Izraelit dhe realizimin e projektit të shtyquajtur Izraeli i Madh. Ministri i Mbrojtjes Israel Katz ka deklaruar synimin për zgjerimin deri në lumin Litani në Liban, ndërsa ministri i Financave Bezalel Smotrich ka theksuar hapur objektivin për vendosjen e kolonëve në ato territore. Izraeli aktualisht po zhvillon një luftë që konsideron ekzistenciale për të realizuar projektin e Izraelit të Madh, një konflikt rajonal që nuk pritet të përfundojë derisa ky projekt të konsolidohet. Kjo do thotë se edhe nëse arrihen marrëveshje anëpushimi me Iranin apo Libanin, ato nuk përfaqësojnë fundin e luftës, por thjesht një mundësi për riorganizim dhe për shkallëzim të ri në të ardhmen. Historia dhe deklaratat e vetudhëheqjes izraelite tregojnë qartë se një anëpushim i qëndrueshëm në këtë kontekst mbetet vështirë për të realizuar. Në një analizë që sfidon narrativat dominante, akademiku libian Mustafa Feturi zbërthen mekanizmin e fshehtë që paraprin çdo luftë moderne, ndërtimin e një konsensusi të fabrikuar ku politika dhe media bashkëveprojnë për të kthyer agresionet e paligjshme në domosdoshmëri morale. Nga Iraku të Afganistani dhe Libia, ai argumenton se luftrat nuk fillojnë me plumbin e parë, por me një proces të gjatë manipulimi publik që e përgatit shoqërinë për të pranuar dhunën si të pashmangshme. Sipas Feturit, i njëjti model po riprodhohet sot në raport me Iranin, por në një formë më të sofistikuar digjitale. Nuk bëhet më fjalë vetëm për armë apo kërcënime konkrete, por për demonizimin e plot të një shteti, duke krijuar një perde informacioni që fsheh realitetin dhe përgatit opinionin publik për të pranuar luftën si një akt të pashmangshëm. Fitoria moderne përgatitet shumë përpara se të qellohet plumbi i parë. Ajo shtrohet mbi një arkitekturë të sofistikuar të konsensusit fabrikuar, ku mashtrimi politik dhe bashkëpunimi mediave i shndrojnë agresionet e paligjshme në domosdoshmëri morale, shkruan Dr. Mustafa Feturi, gazetar dhe akademik libian. Për të mbajtur një gjendje të përhershme lufte, publiku duhet të mbrohet nga tmerri i fushbetejës dhe të ushqet vazhdimisht me kërcënime të afërta dhe ndërhyrje humanitare, qoftë me armët fantazm të shkatrimit në mas në Bagdad, narrativën luftëtarëve për liri në Afganistan, apo përgjegjësinë për të mbrojtur të shtrembëruar që e la Libin një treg të fragmentuar të trafikimit njerëzve, media ka vepruar më pak si rojtar dhe më shumë si megafon i shtetit. Formula mbetet tronditëse në qëndrueshmërinë e saj. Politikanët perëndimor gënjejnë, media amplifikon dhe miliona vdesin. Pushtimi i Irakut në vitin 2003 është standardi i arti konsensusit të fabrikuar, një masterclass në përdorimin e një shkaku lufte të sajuar për të shkatruar një shtet. Ishte një fushatë shumë stresore e përqendruar te spektri armëve të shkatrimit në mas dhe një lidhje imagjinare midis Bagdadit dhe Al-Qaedës. Kur Colin Powell ngriti një shishe me pluhur të bardhë në OKB, media perëndimore u soll si stenografe e pushtetit. Në momentin kur bota e kuptoi se nuk kishte rezerva armësh apo laborator biologjik, mbi 1 milion irakian kishin vdekur, shteti ishte shkatruar dhe struktura e tij shoqërore ishte coptuar. Pendimet e mediave erdhën vite më vonë, si një pasthënie heshtur e një tragjedie që arriti qëllimin e saj, shkatrimin e një shteti sovran në maskën e një çlirimi që nuk erdhi kurrë. Nëse Iraku ishte një shembull i nxitjes së frikës, ndërhyrja në Libi në vitin 2011 ishte një shembull i manipulimit moral. Këtu, arkitektura e konsensusit përdori doktrinën e përgjegjësisë për të mbrojtur, një koncept që tingëllon fisnik, por që u kthye në armë gjeometri i vitit 2001. Sot, arkitektura e konsensusit fabrikuar
po rikonfigurohet për projektin e saj më ambicios, Iranin. Narrativa e luftës ndjek të njëjtin model si në Irak, por me një shtresë digjitale më të sofistikuar. Këtu, gënjeshtra nuk është vetëm për një armë, por për demonizimin total të një fuqie rajonale. Po vendoset një perde informacioni, ku publiku perëndimor mbahet në errësirë për detajet teknike të monitorimit bërthamor dhe koston njerëzore të sanksioneve. Duke paraqitur Iranin si një kërcënim irracional, publiku përgatitet ta shohë luftën jo si zgjidhje, por si domosdoshmëri. Qëllimi mbetet i njëjtë, rishkrimi i hartës gjeopolitike me gjakun e një gjenerate, duke siguruar që asnjë shtet sovran në lindjen e mesme të mos sfidojë direktivën perandorake, shkruan Feturi. Arkitektura konsensusit fabrikuar nuk është një seri gabimesh politike, është një kërkesë strukturore perandorisë moderne, qoftë përmes mashtrimeve në Afganistan, armeve fantazmë në Irak apo ndërhyrjeve humanitare në Libi. Modeli është i pandryshueshëm. Politikanët ndërtojnë gënjeshtrën, media ndërton konsensusin dhe miliona njerëz paguajnë me jetën dhe sovranitetin e tyre. I njëjti model po përsëritet në Iran. Shtrembërimi i fakteve shihet në përdorimin e termit lufta e Iranit, kur në fakt bëhet fjalë për luftë kundër Iranit. Edhe pse u shpall një anëpushim 2 javor nga Donald Trumpi, media perëndimore vazhdon të manipulojnë terminologjinë për qëllime politike. Ka ardhur koha të shkojmë përtej pendimeve të vonuara. Llogarithënia e vërtet fillon me pranimin se këto luftra nuk kanë të bëjnë me liri apo demokraci, por me shkatrimin sistematik të shteteve për të ruajtur kaosin e përhershëm dhe fitimprurës. Nëse injorojmë këtë arkitekturë sot, nesër do të numërojmë viktimat, shkruan mëtej akademiku libian Mustafa Feturi. Lufta e Irakut synoi të sillte paqen në lindjen e mesme. Sot, ajo mund të kuptohet si fillimi një serie të pafund ndërhyrësh të përgjakshme perëndimore ose të mbështetura nga perëndimi, nga Libani te provinca Helmand në Afganistan, te Libia, Jemeni dhe Gaza dhe tani Irani. Sipas gazetarit britanik Peter Osborne, ashtu siç bën Bushi dhe Blairi me Irakun para 23 viteve, sot bota po dëshmon të njëjtën çmenduri, gjakderdhje dhe tmerr, këtë herë ndaj Iranit në drejtimin e një presidenti tjetër amerikan, Donald Trump. Sipas Osborne, të dy liderët, Trump dhe Netanyahu, duhet të përballen me drejtësinë në Hag për krime lufte. Edhe Blair duhet të ishte aty, dhe nëse bota do të kishte ndëshkuar atë dhe Bushin për luftën e paligjshme në Irak 23 vite më parë, ndoshta sot nuk do të ishim në këtë situatë. Duke pushtuar Irakun, ish-presidenti amerikan George Bush dhe ish-kryemisi britanik Tony Blair shkaktuan një katastrofë. Ajo çoi në luftë civile, qindra mijëra të vdekur, shkatrimin e së drejtës ndërkombëtare dhe triliona dollar të humbura. Sot shënohet për vitorin 23 i rënies së Bagdadit dhe bota po dëshmon të njëjtën çmenduri, gjakderdhje dhe tmerr, këtë herë në drejtimin e një presidenti tjetër amerikan, Donald Trump. Në aventurën e tij me Iranin, Trump natyrisht gëzon mbështetjen e Blairit, i cili ka kritikuar kryeministrin britanik Keir Starmer për mungesë mbështetjeje më të fortë ndaj aleatëve britanik në Washington. Por Blair, një luftnxitës, tashmë është tërhequr nga politika aktive. Aleati kryesor i Trumpit në krizën me Iranin është kryemisi izraelit Benjamin Netanyahu. 23 vite më parë, Netanyahu, atëherë politikan në opozit, ishte një nga mbështetësit më të fortë të sulmit ndaj Irakut, shkruan Peter Osborne, gazetar dhe opinionist britanik. Të mërkurën në ato që duke si një përpjekje e qartë për sabotuar marrëveshjen arpushimit me Iranin të ndërmjetësuar nga Pakistani, Netanyahu lishoi një bombardim shkatrues mbi kryeqytetin e Libanit, Beirutin, duke vrarë më shumë se 250 persona dhe duke plagosur shumë të tjerë. Lufta e Irakut synoi të sillte paqen në lindjen e mesme. Sot ajo mund të kuptohet si fillimi i një serie të pafund ndërhyrjesh të përgjakshme perëndimore ose të mbështetura nga perëndimi, nga Libani te provinca Helmand në Afganistan, te Libia, Jemeni dhe Gaza dhe tani Irani. Sipas Osborne, lufta në Sudan, ku perëndimi refuzon të kritikojë aleatin e tij të preferuar, Emiratet e Bashkuara Arabe, për mbështetjen e forcave të mbështetjes së shpejtë, gjithashtu mund të futet në këtë kategori. Të gjitha janë katastrofike, e disa gjenocidale. Të gjitha të formësuara nga një analizë thelbësisht raciste, ku jetët e njerëzve me ngjyrë vlerësohen shumë më pak se jetët e perëndimorëve, shkruan Osborne. Secila nga këto luftra ka karakteristika dhe veta, por në një kontekst më të gjerë mund të shihen si një luftë kolektive zhvilluar nga SHBA-ja dhe aleatët e saj kundër kujdo që refuzon dominimin e tyre.
sulmi Trump-Netanyahu ndaj Iranit, ashtu si pushtimi Bush-Blair ndaj Irakut, konsiderohet një luftë agresioni. Me që sulmi ndaj Iranit nuk u autorizuan nga Kombet e Bashkuara dhe Irani nuk përbënte një kërcënim të menjëhershëm, SBA dhe Izraeli kanë kryer së bashku atë që në të drejtën ndërkombëtare konsiderohet akt agresioni. Ky u përkufizua në gjyqjet e Nurembergut si krimi më i lartë ndërkombëtar që dallon nga krimet e tjera të luftës vetëm në faktin se përmban brenda vetes gjithë të keqen e grumbulluar. Paralelizmat mes Irakut dhe Iranit janë të shumta. Për Iranin, Daily Mail përdori të njëjtin lloj justifikimi të rrem për luftë që u përdor nga Blair dhe ekipi i tij para pushtimit të Irakut 23 vite më parë. Mullahët e shmendur të Teheranit mund të lëshojnë dron Shahid mbi qytetet britanike, shkruan të një titull. Nuk është çudi që Richard Derlov, ish shefi MI6 që ofroi informacionet e rreme për armët e shkatrimit në masë në Irak, të kërkojë tani mbështetje të plot për luftën ndaj Iranit. Të dyja luftrat janë përforcuar nga media kryesore bashkëfajtare. Sunday Times, një gazetë që pretendohet serioze në Britani, deklaroi se fushata e bombardimeve duhet të ketë sukses dhe mbështeti luftën. Shumë media kanë heshtur ose injoruar krimet e SBA-s dhe Izraelit, shkruan Osborne. Sipas Osborne, të dy liderët, Trump dhe Netanyahu, duhet të përballen me drejtësinë në Hag për krime lufte. Edhe Blair duhet të ishte aty, dhe nëse bota do të kishte ndëshkuar atë dhe Bushin për luftën e paligjshme në Irak 23 vite më parë, ndoshta sot nuk do të ishim në këtë situatë. Përdorimi i termit islamofashizëm në mediat perëndimore është rritur me 33% në vitin 2025, në krahasim me një vit më parë. Sipas ish-gazetarit të BBC-s, Faisal Hanif, ky term po shfaqet në revista neokonservatore dhe në tabloidet perëndimore që kërkojnë ta paraqesin luftën e paligjshme ndaj Iranit si një pushtim të domosdoshëm dhe fisnik. Vetë Netanyahu ka investuar shumë kapital politik në lidhjen e islamit me fashizmin, duke pretenduar në vitin 2015 para Kongresit Botror Sionist se miftyi i madh i Jeruzalemit i kishte dhënë Hitlerit idenë për Holokaustin. Ky pretendim nuk ishte vetëm i pasakt, ishte një fabrikim i hapur që u kritikua nga studiues në mbar botën, përfshirë edhe Izraelit. Kjo strukturë gjysore është ndërtuar për dekada dhe tani është drejtuar qartësisht edhe ndaj Iranit. Termi i përpunuar me kujdes, islamofashizëm, por i kthehet në qendër të vëmendjes. Përdorimi i tij në mediat kryesore perëndimore përfshir Mbretërinë e Bashkuar, SBA-n, Kanadan, Australinë, Zelandën e Re, Izraelin dhe Europën, është rritur me 33% në vitin 2025, krahasuar me vitin paraprak, vlerëson Faisal Hanif, ish gazetari i BBC-s. Ai po shfaqet në Jerusalem Post, në revista neokonservatore dhe në tabloidet perëndimore, që kërkojnë ta paraqesin luftën e paligjshme ndaj Iranit si një pushtim të domosdoshëm dhe fisnik, shkruan Hanif. Fjala nuk është e re, por rikthimi i saj dhe qëllimet për cilat po përdoret sot kërkojnë shqyrtim. Termi u krijuan në klimën e ideologjike të neokonservatorizmit pas 11 shtatorit. Arkitekti i tij më i përkushtuar ishte autori Norman Podhoretz, i cili vdiq vitin e kaluar, vetëm disa muaj para se projekti i tij preferuar për bombardimin e Iranit të merrte formë. Sipas eseut, individ që refuzojnë të ndalen derisa të vdesin. Por sapo krijohet një kategori besimi që vendos mbajtjen e saj jashtë mbrojtjes civile, pyetja se kush i përket kësaj kategorie bëhet plotësisht politike. Në fakt, përkufizimi është zgjeruar vazhdimisht nga ISIS-i te Hamasi, te Hezbollahu, te shteti iranian, te shoqëria civile palestineze, deri te kushdo që shpreh solidaritet me ndonjërin prej tyre. Kjo shpjegon pse kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu mund të deklarojë se Hamasi është ISIS dhe ISIS-i është Hamas, shkruan Hanif. Vetë Netanyahu ka investuar shumë kapital politik në lidhjen e islamit me fashizmin, duke pretenduar në vitin 2015 para Kongresit Botror Sionist se miftyi i madh i Jeruzalemit i kishte dhënë Hitlerit idenë për Holokaustin. Ky pretendim nuk ishte vetëm i pasakt, ishte një fabrikim i hapur që u kritikua nga studiues në mbar botën, përfshirë edhe Izraelit. Ky nuk ishte veprim diplomatik, por propagandë lufte, synonte të krijonte një lidhje midis nacionalizmit palestinez dhe Holokaustit, duke paraqitur trajtimin e palestinezëve nga Izraeli si vetmbrojtje. Kjo strukturë gjysore është ndërtuar për dekada dhe tani është drejtuar qartësisht ndaj Iranit. Një artikull në Jerusalem Post vitin e kaluar
e paraqiti protestën pro-palestineze në kryeqytetet perëndimore si fillimin e një revolucioni të tipit iranian, duke krahasuar Londrën dhe Parisin me Teheranin e vitit 1979. Forumit fuqishme pro-izraelite kanë promovuar për vite me radhë idenë se vendet muslimane janë fashiste nga natyra dhe se kundërshtimi ndaj tyre është vazhdimi i antifashizmit. Kjo nuk është analizë reale, por një ftesë për të pranuar një kornizë ideologjike, ku çdo kundërshtim ndaj politikave perëndimore apo izraelite shihet si kërcënim civilizues. Ky term tashmë po hyn në diskursin kryesor britanik. Në disa raste, ai është përdorur për të përshkruar komunitete muslimane, aktivizmin pro-palestinez, madje edhe parti politike, duke i bashkuar të gjitha në një kërcënim të vetëm, pa bazë analitike. Kjo është pikërisht ajo që analistë dhe studiues kanë identifikuar, një politik frike e maskuar si analizë. Termi nuk paraqet një komunitet për dialog, por një objekt për sulm. Studiues serioz kanë qenë kritik ndaj tij. Politologja Anne Norton thekson se fashizmi është një fenomen perëndimor dhe përdorimi i tij për të përshkruar lëvizjet muslimane është projekcion, jo analizë. Reinhard Schulze e quan atë një etiket që synon të ndajë islamin nga pjesa tjetër e njerëzimit. Asnjë historian serioz i fashizmit nuk e ka mbështetur këtë term. Megjithatë, përdorimi i tij vazhdon të rritet. Kjo sepse funksioni i tij nuk ka qenë kurrë analitik. Ai ishte paraprakisht politik, një mekanizëm për ta vendosur veprimin politik musliman jashtë kufive të pranueshëm dhe për ta paraqitur çdo rezistencë si kërcënim ekzistencial. Sipas analizës, përdorimi i termit u rrit ndjeshëm vitin 2025, veçanërisht në 3 fusha: mbulimi i opozitës në Iran, përshkallëzimi i operacioneve ushtarake Shëba-Izrael dhe përfaqësimi i pjesëmarrjes politike muslimane në Perëndim. Ishte kjo të ratë të ndëruar shikues, faleminderit që na ndoqët dhe miru takofshim sërish.